Shoh pak lidhur në fakt edhe me letrën e Ramës me Vučić, ka shi Brukseli. Si titull me veri. Edhe pse shoh lidhur, e shoh në momentin më të vështirë për Edi Ramën, pra që ka përballë kartelet e drogës, është mes Sakshit edhe mes Belinda Ballukut, pa pritur na del një letër në ditën që në Kosovë përkujtohet një nga masakrat më të rënda të regjimit serb, që është masakra e Likoshanit me 24 të vdekur, dhe po atë ditë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në rrjetet e tij sociale kishte shpërndar një video që fliste se si Kosova është zemra e Serbisë. Dhe kam përshtypjen që Edi Rama po tenton që ta shfrytëzojë këto momente të tij të vështirë në Shqipëri, në bashkëpunim me Vučićin për ta nxjerrë veten dhe një si faktor stabiliteti apo destabiliteti, po themi në Ballkan. Megjithatë, një përgjigje i ka ardhur sot në një moment të ndërpresë. Një moment me Vučićin dhe Rama. Tek materialet e Sky Ankros, paktën nga ato të Serbisë, ne kemi lexuar vetë kisht për foljen e Vučićit në përfshirë në krime shumë të rënda. Edhe artikujt investigativ të New York Times. Dhe pyetja që kemi vizita Dumanit në dashje na orienton. Pyetja që unë bëj shpesh. Po Rama, a është në këto materiale të Sky Ankros në histori kriminale? Përgjigjen jo, unë them se Rama nuk e jep dot. Përgjigjen po, a do ja jap drejtuesi i strukturës posaçme zoti Braho, edhe në Bruksel, edhe në Tiranë. Tani ka një përgjigje nga Komisioni Evropian, është pyetur nga A2 CNN lidhur me letrën e famshme të përbashkët publikuar nga Vučić dhe nga Rama. Përgjigjja e profesuesit ka qenë: siç e dini, ne kurrë nuk komentojmë mbi komente dhe nuk komentojmë mbi spekulime. Le të kujtojmë se zgjerimi është një prioritet kyç për këtë komision. Ai është një nga mjetet më të fuqishme të Bashkimit Evropian për stabilitet, siguri dhe prosperitet të përbashkët. Ne jemi plotësisht angazhuar për të bërë zgjerimin realitet. Për këtë qëllim, ne mbështesim vendet e zgjerimit me të gjithë asistencën e nevojshme politike, ekonomike dhe teknike. Integrimi gradual tashmë po sjell përfitime konkrete edhe përpara antarësimit. Pra, qartësisht, përjashtohet çdo lloj formule tjetër, quhet spekulim. Do të vazhdojë integrimi i ngadalë pa djegur asnjë etapë dhe jo me formulën që propozon Rama dhe Vučić. Vetëm do të kemi parasysh diçka. Sa herë që flasim për kryeministin Edi Rama dhe Aleksandar Vučić, duhet kemi parasysh diçka. Është informacion që vetë Departamenti Amerikan i Shtetit e ka sqaruar në momentin që ka thirrur atij Altin Dumanin. Edhe vetë zoti Dumani është pyetur në parlament, edhe ka folur për këtë linjë bashkëpunimi, dhe ajo çfarë koncidon është që kulmi e curisë së projektit Open Balkan, kulmi pra që kishte nivelin më të lartë të takimeve, dinamikën më të lartë, na përkon me një bashkëpunim ose një bashkërendim të grupeve shqiptare të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës me ato serbe dhe me ato malazeze. Dhe jo e rastishme ishte ajo deklaratë, dhe jo rastishme ishte vizita e Dumanit në Maltëzi dhe vizita e kryeprokurorit special të Serbisë në Shqipëri. Sepse ne nuk e kishim këtë linjë, po themi, me Maqedoninë e Veriut dhe me Greqinë, apo me Kosovën edhe me Kroacinë, por përkohë që ta kishim këtë pikërisht me Serbinë edhe me Malin e Zi. Çfarë ndodh? Grupet kriminale serbe që operojnë në Amerikën Latine për hir të vërtetës janë të vjetra, janë që në vitet 90, janë ato grupet arkani dhe gjithmonë kanë pasur një lidhje me pushtetin e Beogradit. Dhe kjo lidhje është ruajtur, është trashëguar. Dhe nëse grupet kriminale shqiptare sa i përket bashkëpunimit me shtetit ka mësuar diku, nuk ka mësuar as nga Italia e Jugut, nuk ka mësuar as nga vendet e tjera, por ka mësuar pikërisht nga Serbia. Pse? Se atje interesat ekonomik, politik dhe kriminal prej vitesh janë të kryqëzuara. Shiko, profili i ngjashëm i Vučić me Edi Ramën edhe në këtë pikpamje është një gjë që tashmë mediat botërore e kanë evidentuar. Madje sot po lexoja, ja vetëm një moment. Do të thuash diçka më radh? Jo, dua të them që më duket tamam se ajo strategjia e shtetit sovran të Bektashive, domethënë tani kur është në hall shpik një gjë që duket sikur është atraktive etj etj, që s'ka pikë lidhje me realitetin, se nuk është ishte kollaj këto formula, sepse kishte edhe ndërkombëtar që ja mbështesin. Po nuk është Edi Rama në pozicionin që tregoj Evropës si e duam në integrimin, se këtu është, po themi, kjo është... Ai tregoi Evropës të shpalte dhe organizat terroriste, gardën revolucionare, kur Europa e kishte bërë këto përpjekje, domethënë, për t'i treguar Evropës, Amerikës, botës, se si ky lider i madh i Joni, po themi që është më i korruptuari që ka njohur në historia, do që ta bëj, mua më duket nganjëherë kështu përpjekje ekzotike për të hequr vëmendjen spekulime, po themi, Komisioni Evropian dhe